Etapi i dytë është krijimi i Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, në kuadër të aktiviteteve elektorale ka mbajtur një konferencë për media ku ka prezantuar planin e tij për zhbllokimin e trafikut në kryeqytet. Sipas Ismailit, pas 12 tetorit qytetarët do të shohin ndryshimin e shumëpritur. Duke u mbështetur në hulumtime dhe konsultime me ekspertë vendor dhe ndërkombëtar, kemi ndërtuar planin që do të zhbllokojë trafikun e Prishtinës brenda 18 muajsh. Ashtu siç është rekomanduar edhe nga ekspertët e Bankës Botërore, ne do të rrisim numrin e semaforëve nga 20 sa janë aktualisht në 80. Vendosja e 60 semaforave shtesë nuk ka për qëllim të rrisë kohën e pritjes së shoferëve, përkundrazi, bashkë me krijimin e qendrës së menaxhimit trafikut, do të sigurojë lëvizje më të shpejtë dhe më të rregullt. Si pjesë e planit për zhbllokimin e trafikut brenda 18 muajve, Ismaili prezantoi masat që do ndërmerren. Për herë të parë, Prishtina do të ketë një qendër të tillë që monitoron në kohë reale kushtet e trafikut dhe reagon menjëherë në rast të bllokimeve apo aksidenteve. Kjo qendër do të rregullojë në mënyrë automatike kohën e semaforëve. Do të menaxhojë fluksin e automjeteve në Prishtinë dhe në hyrjet e Prishtinës. Do të koordinohet me policinë dhe shërbimet e emergjencës në rast të nevojshme për reagim të shpejtë. Kandidati i PDK-s për Prishtinën tha se zhbllokimi i trafikut në kryeqytet është një prej zotimeve kryesore të platformës së tij për një Prishtinë funksionale. Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubim elektoral me qytetarët në Lipjan. Kandidati i PDK-s Shukri Buja në banull të Lipjanit ka prezantuar projektet konkrete për disa nga fshatrat e kësaj ane. Buja premtoi se do të bëjë zgjidhje për furnizim të qëndrueshëm me ujë, do të investojë në infrastrukturë, si dhe shkolla moderne e institucione arsimore për përfshirjen e hershme në edukim. Buja u zotua para banorëve se do të sigurojë transport publik, ndërsa kërkoi mbështetje edhe për ekipin e tij që është në listën garuese për Kuvendin Komunal të Lipjanit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka vazhduar fushatën për zgjedhjet e 12 tetorit në Fushë Kosovë. Kandidati për kryetar të Fushë Kosovës nga LDK-ja, Besnik Osmani, prezantoi prioritetet e tij, duke theksuar se ato do të realizohen me mbështetjen e qytetarëve për të qeverisur me këtë komunë. Natyrisht që kjo ka qenë një periudhë e ardhur në udhëheqjen e burimit, ka qenë një periudhë e ardhur në udhëheqjen e luftëtarëve, e punëtorëve, e aktivistëve, e njerëzve të LDK-s dhe aq më shumë ka qenë një përparim i madh duke marrë përkrajën e madhe nga qytetarët për sa mandate rresht për të mos ndalur zhvillimin, për të mos ndalur prosperitetin. Prandaj ne kemi ardhur sonte këtu të kërkojmë votën tuaj që ky zhvillim e prosperitet jo vetëm që të vazhdojë më tej, po të forcohet, e të shumëfishohet, e ta gëzojmë së bashku si qytetarë të kësaj komune të rëndësishme në vendin tonë, në Republikën tonë. Lidhja Demokratike e Kosovës prezantoi edhe listën e saj me 34 kandidat për Kuvend Komunal të Fushë Kosovës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka zhvilluar një takim elektoral me qytetarët në Kaçanik. Kreu i AK-s, Ramush Haradinaj, tha se partia e tij do të sjellë perspektivë për qytetarët e kësaj komune, ashtu si në komuna të tjera ku qeveris. Ai cilësoi kandidatën për kryetare të Kaçanikut, Hafize Sallahun, si një lidere me aftësi të mira menaxhuese. Edhe në Kaçanik dëshirojmë që Aleanca, kryetarja e juaj, Hafizja dhe ju të gjithë në ligjë të merrni besimin të jeni në qeverisje, kishim pas dëshirë me udhëheq me komunën, kryetarja e juaj. Jam i bindur se do të punonte, do të ishte aktive me trajtu temat e Kaçanikut, qeverisjen, gjitha ato tema për cilat qytetari ka nevojë, po edhe nëse nuk do të udhëheqim, pra nuk e marrim, nuk fitojmë, nuk është kryetarja e komunës, ju lutem mos u nani, punoni për Kaçanikun, për qytetarët e juaj, edhe në bashkëqeverisje. Hafize Sallahu, kandidate për kryetare të kësaj komune, premtoi përkushtim ndaj qytetarëve duke u mbështetur në përvojën e saj në menaxhim. Nuk rrugtoj vetë. Mendoj që jam kalitur mjaftueshëm për të qenë e gatshme me udhëheq me komunën e Kaçanikut, normalisht nëse më jepet besimi. Por mbi të gjitha, unë jam shumë e kënaqur që gjatë këtij rrugtimi kam udhëhequr dhe kam treguar një performancë të cilën të gjithë ju qytetarët e Kaçanikut e dini. Dhe besoj që kësaj radhe në një ekip që kam organizuar për këtë zgjedhje, që përbëhet nga veteranë të luftës së lavdishme të UÇK-s, përbëhet nga të burgosur politik, nga fëmijë dëshmorës,
nga shumë të rinj e të rejash të profesioneve të ndryshme, ne me mbështetjen tuaj do t'ja dalim. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka prezantuar listën me 18 kandidat për kuvendin komunal në Kaçanik. Lëvizja vetëvendosje ka vazhduar aktivitetin elektoral me një tubim të mbajtur në qytetin e Gjilanit. Drejtues të kësaj partie kërkuan nga votuesit e Gjilanit mbështetje për kandidatin për kryetar Alban Hyseni, edhe për një mandat, duke theksuar se në 4 vitet e fundit ka pasur ndryshim në Gjilan. E nëse shirim ndryshimin e prioriteteve që ka ndodhur në nivelin qendror e që i njëjti ka ndodhur në Gjilan në nivelin lokal, e fatkeqësisht në komuna të tjera nuk i kemi posë këtë fakt, është ku janë prioritizuar për shembull të qerdhët. Gjiloni ka 6 qerdhe që janë në procesin e përfundim, 67 në nivel vendor, 8 janë bërë komplet qeverisit të kaluar. E kandidati vetëvendosës për kryetar të komunës së Gjilanit Alban Hyseni premtoi përfundimin e projekteve të nisura e shumë projekte të tjera të reja, sipas tij do të nisin pas 12 tetorit. Sot jam para jush për të zotëruar që do të vazhdojmë të punojmë me ndere me dinjitet, ashtu siç kemi bërë për gjatë mandatit tonë të parë të qeverisjes. Do të punojmë për të përmirësuar infrastrukturën në nivel lokal, me ndërtimin e rrugëve të reja dhe trotuareve, do të punojmë për përmirësuar edhe më tej infrastrukturën e arsim, siç kemi bërë me këtë shkollë, në shëndetësi e bujqësi, në kulturë, në sport dhe në të gjitha fushat e tjera ku ka nevojë e ku kërkohet intervenim nga ne. Hyseni premtoi se do të ulet me këshillat e lagjeve të Gjilanit për të dëgjuar përse afërmi cilat janë prioritetet e tyre. Nisma Social-Demokrate ka zhvilluar takimin e radhës në Prizren. Në këtë tubim, kryetari i partisë Fatmir Limaj dhe kandidatja për kryetare të kësaj komune u kanë kërkuar qytetarëve mbështetjen e tyre. Është një mundësi e mirë për lagjin Korrilla me pas zë në asamble. Një zë të dy njerëzve, intelektual, të një zonje, e të një djali tuaj këtu, të cilët janë të lidhur me këtë lagje. Gjitha shqetësimet dhe problemet e juja, duke pas njerëz se ju në asamble, mund më adresu e mund me shku drejt zgjidhjes. Duke shpalosur vizionin dhe prioritetet e saj për zhvillimin e komunës, Balaj Halimaj theksoi rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve në vendimarrje dhe ofroi zotime për investime që prekin drejt për drejt mirëqenien e tyre. Edhe unë mendoj që çdo investim i cili bëhet në muajin e fundit ose 2 javët e fundit, sidomos afër zgjedhjeve, nuk është investim se ata kanë dashur me bë për hir të lagjes, po është investim që nëpërmjet çati investimi mundohen me mashtru qytetarin dhe me këqia unë e bona qëta, e tash ju duheni më kthy mu me votë. Takimi vazhdoi me diskutime ku banorët shprehen shqetësime dhe pritjet e tyre nga qeverisja e ardhshme lokale.